Në zonën e Pesarojve po vijon me ritme të shpejta puna për zbatimin e projektit, i cili synon përmirësimin e furnizimit me ujë të pijshëm në Shkodër. Firma kontraktuese ka bërë të mundur shtrimin e tubacioneve në linjën kryesore të transmetimit që nis nga stacioni qendror i pompimit të ujësjellësit deri tek Pesarojt. Në zonën e Dobraçit të ri po vijon puna me ritme të shpejta për zbatimin e projektit për përmirësimin me furnizim të ujë të pijshëm. Nga ky investim pritet përfitojnë rreth 2000 familje në Shkodër. Për banorët, ky investim pritet të përmirësojë furnizimin me ujë të pijshëm që mungon prej shumë vitesh. Shumë i nevojshëm është. Shumë i nevojshëm për ne. Keni pas probleme me? Kena pas probleme, kena pas met pa ujë, zona e tjera tash. Me u bë ky është fitore. Vjen aty, dikush ka sahate, dikush e ka tash në vend edhe sahatat tonë, bëhet i organizim personali. Po tjetër, çdo projekt është shumë i rëndësishëm. Po shqyrë Zotit se janë shumë në hall njerëzit. Unë e kam zgjidhur në fakt. Unë e kam me shtëpi, me s'kam asnjë problem. Investimi që pritet të zgjidhë problemet e furnizimit me ujë në zonat periferike të qytetit ka vlerën 9.2 milion eurove dhe financohet nga Banka Gjermane për Zhvillim. Punimet parashikohen të përfundojnë vitin e ardhshëm.